Mirëmëngjes të gjithëve kudo që të na ndiqni. Natyrisht mëngjeset janë gjithmonë forcë për të mbështetur hapat e tjerë që dita ka, por gjithsesi kur nisen me urime, kur nisen me përshëndetje dhe një plan që shpirti e harton bukur, ato patjetër ndjejnë bonusin e kësaj kohe të mrekullueshme që quhet mëngjes. Nadje këtu në Shkodër, ju përshëndes kudo që të ndodheni. E unë pra sot me këtë ndjesi shumë të bukur që të fal fillim dita, jam në studio me sopranon operistike Denisa Hardalia. Një emër i ri për dikë, për të tjerë mjaft i njohur, sepse muzika që ajo lëvron, muzika operistike, është natyrisht një muzikë profesionale, një muzikë që realizohet nga artist profesionist dhe ndiqet natyrisht edhe nga një publik i kultivuar. Dhe në të vërtetë në Shkodër ka një publik të tillë të kultivuar. Denisa Hardalia, kjo soprano operistike dha mbrëm në sallën e koncerteve të shkollës artistike Premjakova, koncertin e saj të parë recital të titulluar Mbrëmja Operistike. Vërtet shumë kënaqësi ta ndiqja atë koncert. Një repertor i pasur, klasik, i operave të famshme, i autorëve të famshëm, të cilët natyrisht kërkojnë një përgatitje shumë të lartë profesionale dhe që për hir të së vërtetës sopranoja Denisa e kishte realizuar më së miri. Sot është e ftuara ime në këtë mëngjes mes lulesh. Mirë se erdhe Denis, të falenderoj që erdhe sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit juve, është kënaqësi të jesh këtu në studio me ju. Edhe është kënaqësi të jesh në Mirëmëngjes Shkodër. Të falenderoj. Ta nisësh ditën me kaq bukurie. Denis, mbrëm dhe koncertin tënd të parë, recital. Natyrisht asgjë s'bëhet pa emocione, apo jo? Po, është vërtet. Nga njëherë emocionet të shtyn, të bësh më të mirën, të drithërojnë paksa, por gjithsesi pas tyre, kur merr edhe përshtypjet, vlerësimet e atyre që të kanë ndjekur, edhe ndan me veten mjaft momente, mendojnë që po e shijon tashmë. Apo jo? Po, e vërtet. Përpara se të kaloj dhe të flas për mbrëmjen time muzikore mbrëm, unë në qoftë se mundem, dua të bëj një falënderim shumë të veçantë për mundësinë që na japin për drejtorin e shkollës që ne kemi, drejtorin Anton Kaftalli, për mundësinë që na jep edhe falti ne bëjnë gjëra të bukura. E pashmëram, ishte aty në radhën e parë. Po, edhe jam vërtet shumë e lumtur që ai pranon dhe ne jemi gati për të bërë gjithçka, dhe ai është gati për të na pritur në çdo gjë dhe na pranon çdo lloj aktiviteti që ne organizojmë, si projekte artistike, si vetë ashtu edhe me shkollën. Dhe falenderoj nga zemra, falenderoj edhe dy koncert maestrët, Rosetta Leka edhe Eugen Kraja. Do të ndalemi në skuadrën tuaj artistike, po më parë gjithë fokusi është te kryeqendra e kësaj skene, sopranoja Denisa Hardalia. Si ndjehesh tash pas koncertit? Është sikur ke dhënë e ke lënë gjithë shpirtin një aty, edhe tani po shijon atë qetësinë e të dhënit, atë që ke bërë më të mirën dhe më të bukurën. Edhe tani sikur je çliruar nga gjithçka, por nuk është vetëm fillimi, s'është as fillimi as fundi. Mendoj që të kemi të tjera koncerte dhe të krijojmë të tjera aktivitete si me shkollën e vetë. Koncerti mbrëmshëm ty të ka frymzuar që të kemi thua dhe të tjera koncerte. Dhe nuk thua ishte një të merë. Jo, nuk kam se ta them se ajo është pjesë e karakterit tim, është pjesë e artistit që unë jam.
Edhe me kënaqësinë që unë bëj për këtë gjë, unë di të vazhdoj, jo të stopohem. Di të vazhdoj dhe të merrem me gjëra edhe më të bukura. Jo vetëm vetë personalisht, po edhe me brezat e tjerë edhe me aktivitetet të tjera. Një mrekulli. Besoj se ke marrë vlerësime për një realizim mjaft të mirë të koncertit tënd, apo jo? Po. Ishte edhe paka shumë i vështirë dhe repertori që kisha zgjedhur ishte goxha jam munduar të zgjedh më të bukurat, më pikantet, më të që kanë peshë të madhe për të treguar se çfarë vërtet mund të bëjë një këngëtare operistike. Dhe ishte shumë kënaqësi të shikoja njerëz në sallë, ishte shumë kënaqësi që përballë me ta unë të ndjeja emocionin që ndjeja edhe vetë. Edhe ishte shumë e bukur që ata më dhanë të njëjtën emocion që i dhash edhe unë. Emocioni bëri punën e vet, ishte si diçka që një eufori e brendshme që i dhash shumë kuptim asaj gjë së bukur që unë realizova më radh. Jo vetëm këndon bukur, por edhe flet bukur. Faleminderit. Është koncerti yt i parë. Këtu në Shkodër, po. Ti nga Berati. Po. Nuk je lukuhatur as pak se nuk je në qytetin tënd si po të presin, përkundrazi siç the edhe vetë më kanë pritur mirë, apo jo? Po. Jo, nuk e kam ata. Këtu është më shumë mundësia, është në qoftë se ti do, bëj, kudo që ti jesh, artisti e bën gjën e bukur kudo që ti jetë. Nuk stopojmë në këto gjëra, nuk jam se jam në Shkodër, nuk jam një vendali apo që do më thonë se eci përpara bëj atë që dua. Edhe është shumë më mirë për të gjithë, jo vetëm për mua që jam një artiste, po për të gjithë artistat edhe për ata që janë. Artisti nuk ka kufizime në vend, përkundrazi arti komunikon. Ashtu siç vetë gjithaj material muzikor që ti ke interpretuar më radh. Megjithatë e fillove me 2 pjesë që lidhen me Shkodrën. E para jo për 7 vendit tamam. E para Nazamanta Sajfuria, një këngë fantastike, profesionale, krijuar me mbi një fabul reale, por edhe kompozuar nga i famshmi Palo Kurti. Më pas Arioza Mrikës nga opera Mrika ka mendoj për ditët e reja, që do më thënë u duk sikur u mbështete fort në këtë tokë për të vazhduar më pas rrugtimin. Besoj se të ngjallën në një lloj sigurie, apo jo? Po, te Nazamani edhe te ka mendoj për ditë të reja i zgjodha për faktin e vetëm që unë jam në Shkodër tani, unë ri këtu në këtë qytet. Ky qytet ka vlera shumë të bukura. Kompozitorët e këtij qyteti kanë lënë gjurmë shumë të bukura, kanë bërë vepra shumë të bukura. Edhe thash ti vënë në skenë. Ishte vetëm me 2 pjesë shqiptare sepse mendimi im ishte që u bazova më shumë te kompozitorët e huaj, te operat e kompozitorëve të huaj, sepse klasike, sepse mendoj që më vonë në një tarme, jo në një tarme, po pak fare më vonë, të bëj një koncert me disa nga bashkëpunëtorë, me disa të ftuar, të bëj një koncert vetëm me arje dhe romanca shqiptare. Si kompozitor shkodran, ashtu dhe kompozitor të tjerë. Super. Mirë, regjia mund të na kaloj me njëherë në atmosferën e mbrëmshme, pikrisht në një moment nga skena e mbrëmjes operistike. Nuk e di nëse regjia ka gati transmetimin e një video live nga skena e koncertit të mbrëmshëm.
Sa bukur, një fragment shumë. Sikur je përlotur paksa. Jo, te kënga e parë, kur isha mas skene, isha krejt e qetë dhe isha shumë mirë. Pa. Kur dola aty që pash publikun me sy, thash, sa fantastike qanka, edhe emocioni bëri punën e vetë pastaj, edhe më dha më shumë se ç'duhet kënaqësinë asaj që unë të vazhdoja. Jashtë mas një vokal tepër i formuar, i pjekur, me një trajtim të frazës, me shumë çka që lidhet me trajtimin e mirë të pjesës që ti ke interpretuar. Më bani përshtypje përzgjedhja e repertorit, e theksuam edhe më herët. Një repertor shumë sfidues, me që kërkon një melodicitet të veçantë, një shtrirje vokale, nota akute, raporte sonore edhe me koncertmaestrin, por edhe me Lukëm Lugjën, bas baritonin me të cilën bashkëpunuat, dhe çdo gjë arriti për të realizuar mjaft mirë. Kishe synim që të zgjidhje pikrisht arje dhe pjesë jo të thjeshta, po përkundrazi, pak të vështira. Ishin me baza të forta, ishin për mua tani janë bërë sikur i bëj, nuk e kam problem. Dhe ne nuk na shkoi shumë gjatë për ta realizuar këtë koncert, se duke qenë se bashkëpunuam bashk, edhe gjatë gjithë kohës ishim bashk, do e bëjmë edhe nuk kishte një... Si u lindi dëshira për ta realizuar një koncert të tillë? Ishte dëshira ime. Po, natyrisht, po, ishte prej kohësh, apo ishte një moment që i the, Denis, jepi vetës, pse të mos dalësh në skenë? Jo, ishte dëshirë, duke marrë parasysh që arti është i bukur, edhe është i pavdekshëm. Edhe duke marrë parasysh pranvera, duke marrë parasysh sa bukur që një gjë e bukur të bëhet në Shkodër edhe me pranverën. Edhe duke u nisur nga shumë gjëra, vendosëm ta bëjmë tani në këtë stil dhe ishte si ide që po, le të bëjmë diçka të bukur. Po këto pjesë që janë vërtet madhore, duhet i kish pasur prej kohësh të njohura, duhet i kish pasur të zbërthyera shumë, por natyrisht provat për ta realizuar që t'jesh mirë vokalisht të kanë mobilizuar shumë, apo jo? Disa nga ariet e atyre operave që kam kënduar kanë qenë të reja për mua. Arja e Madame Butterfly tani kam filluar që ta shoh me vëmendje dhe ta shoh me finesën e saj që duhet t'i jepja mbrëmjen e dieshme, dhe u realizua shumë mirë. Edhe arja tjetër që e kam kënduar nga Anon Kredi Armiralti në La Sonambula, ishte dhe ajo e re për mua. Ishte një gjetje si sa e bukur, ka shumë të bukura. Por unë zgjodha ç'a më ri mua mirë, ç'a më duke mua mirë për zërin tim, çfarë më shkonte, si mund ta realizoja, si mund ta bëja që të ishte më e bukur. Edhe i zgjodha një nga një pik, edhe u bë diçka e bukur pastaj. Po mirë, the që si skuadër kemi punuar shumë, sepse në këtë koncert ti ke pasur dy koncertmaestër, Rosetta Leka dhe Eugen Kraja. Ndërkohë që i ftuar ishte edhe bas baritoni Lukëm Lugja dhe një nxënëse juaj? Po. Casey Reci, të cilët natyrisht sollën një paket të bukur, të lulëzuar të koncertit. Një bëqëtarje, sollëm të gjithë së bashku edhe... Sa të mobilizum ishit ju që më herët për të realizuar këtë, dhe si të bashkuan këto artist
Ne duke marrë parasysh që kemi qenë edhe në shkollë, kemi pasur mësimin, janë nxënësit, kemi pasur punë të merremi me nxënësit, kemi pasur punë si koncert maestër si unë që jam mësuese e kantës, duhet të koncert maestra që kam unë në klasë Rozeta Leka, duhet të shoqëronte nxënësit për mësimin që për programin mësimor që duhet t'i japi në shkollë. Dhe Eugen Kraj gjithashtu për programin muzikor që duhet t'i japi, që është në klasën e profesorit dhe kolegu tim Luk Mllujqa, duhet të merrem me nxënësit e tij edhe gjenim një kohë fare pak sa me i kalu edhe shkonim pastaj se edhe vetëm fare. Bashkëpunimi profesional është gjithmonë është i suksesshëm, është i suksesshëm edhe kur koncert maestrat janë gati edhe thonë okej, për e bëjmë edhe kur të rinë gati dhe faleminderit që ata kanë qenë gjithë kohës me mua, si me mua, ashtu edhe me kolegun tim Luk Mllujqa. Ishte shumë e bukur. Denise, në Shkodër je pak më shumë se 10 vjet e martuar këtu. Po. Ndjes. Më herët, si ka qenë jeta jote artistike? Unë kam filluar jetën time artistike qysh në lice. Në Berat, tek liceu artistika Jetë Gjindole, që është edhe tani, në Berat, aty normal kam marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e tjera që bëheshin për shkollën dhe pastaj kam vazhduar Universitetin e Arteve edhe masterin gjithashtu. Aty u hapa edhe më shumë me aktivitetet si brenda dhe jashtë vendit, si me soliste, si edhe në kor. Edhe pastaj, masi marrova universitetin, erdha këtu në Shkodër, edhe këtu në Shkodër mundova me disa nga aktivitetet që zhvilloheshin. Po s'kena duhet të kisha prekur që herët, që kur ke qenë vajzë e vogël apo jo? Po, e vërtet. Kjo ka qenë një ndër mamit tim. Në thënë të drejtën, kur kam qenë unë me vogël, mami im kënonte te kori polifonik I qytetit të Beratit. Dhe më erdhi si kështu. Unë më parë kam studuar për piano tek liceu artistik në Berat, qysh në klasën e parë. Pastaj profesoresha ime liceut atje më dha një ndjenjë në shumë të bukur që të këndoja muzikë operistike, më tha ke zë, hajde në kanto, se klasa e kantos fillon në klasën e 10, nuk mundesh më përpara që të studiosh për kanto, dhe hajde në klasën time, ke zë shumë të bukur, do ecë shumë, edhe vazhdova për kanto, pastaj e lash piano. Kur mësuesja të hap krahët dhe të frymëzon është është frymëzon. Kështu duhet jemi dhe ne për nxënësit tanë, për brezat tanë. Të dalim pak më vonë. Në Tiranë kishe përballje tjetër me sfida të reja kur vazhdove Universitetin e Arteve? Po, e vërtet se Tirana, universiteti është edhe pak më vështirë, edhe repertori sa vjen edhe vështirësohet, plus që kur je në universitet, atë fillon edhe krijoj teknika, pavarësisht se teknika vokale është që në gjimnaz, po duke qenë se zëri akoma nuk është I formuar si duhet, fillon edhe formohet gjatë viteve të universitetit. Dhe aty pasaj ishte shumë e bukur. Ne kemi bërë klasë opera me profesorin që ka qenë atje dhe ka qenë e mrekullueshme. Ke pasur profesor? Ne kemi bërë flautin magjiko, por kemi bërë tjetër. Ke pasur rola aty? Po, te flauti magjik kam pasur rolin e damës, një prej damave, se kanë qenë 3 damat, dhe një rol tjetër që tani s'po më kujto, u bën shumë.
Dhe Suor Angelikën. Edhe të Suor Angelika kam pas vendin e dytë të Suor Angelikës në personazhin e Suor Angelikës. Që do të thotë tashmë skena operistike u bë shumë e dashur ndaj ti vazhdove në masterin pas bachelor në master operistik apo jo? Po. Si e drejtove veten pikrisht në mësimdhënie, a ishte pak sa përsëri një sfidë më vete? Po, me artin gjithmonë ka sfida. Sepse është shumë e bukur edhe gjërat e bukura janë gjithmonë sfiduesa. Dhe të vija deri këtu ka qenë fal punës dhe përkushtimit. Dhe të vija deri këtu është ajo kënaqësia që sa bukur është ta bësh këtë gjë. Dhe të vija deri këtu është fakti i vetëm që ty të mbush me shpresë dhe të mbush me jetë për ta bërë artin e bukur. Arti është shumë i bukur për t'i dhënë më shumë ngjyra. Unë shpresoj që të kem dhënë edhe të kem bërë maksimumin edhe do vazhdoj ta jap edhe tek brezat që do vinë. Kesh nxënës në klasën tënde, nxënës që spikasin ose që po i kultivon kohë pas kohe për të mbërritur edhe ata stade të mira. Po, ne edhe në vitet e kaluara kemi pasur nxënës shumë të talentuar, Aidisa Sani, Mirela Brushtulli, që unë kanë qenë nxënësit e Diana Bilalit, por që unë i kam gjetur aty dhe kanë qenë shumë të talentuar, kanë fituar vendin e parë në Universitetin e Arteve në Tiranë, Aidisi vendin absolut, si dhe Mirela Brushtulli vendin e parë në Universitetin e Tiranës. Po kultivon me shumë shpresë për nivele të reja artistike. Po, tani kemi Casey Ray që është një nga studentet që vërtet është shumë e talentuar si artiste. Gabriel Raboshi është shumë i talentuar si artist. Kemi Emiliana Mriza shumë e talentuar si artiste. Sa bukur kur mësuesja i ka kaq afër nxënësit sa që nuk kresh si përmenduri, siç duket punoni shumë me ta. Keni aktivitete artistike? Po, kemi në një që është më i freskët është ai vjet që ne kemi bërë në bashkëpunim me kolegun tim Luka. Ka qenë ideja e profesorit, ta nuk mund ta ashoja. Ka qenë ideja e Lukës që të organizojmë një koncert me klasën e operës dhe shkoi shumë i suksesshëm edhe ai. Besoj se do të keni dhe në vimësi. Po, shpresoj. Kjo puna e skenës është si punë magneti, apo jo? Po, vërtet, të ngjit edhe nuk do të ikësh më prej aty. Prandaj thej që sado që ti shitesh prapë aty do vesh. Për artistin. Sepse po nuk dole në skenë çdo gjë mbetet kthehet shumë larg. Thej që do punosh në një të ardhme jo shumë të largët me muzikën shqiptare, arje dhe pjesë lirike, romanca. Besoj se kjo do t'japin përsëri një shtys. Je nën, je familjare, a nuk ishte paksa edhe bukur, por edhe të ka përcesh vështirësitë tuaja? Jo, kur bëhet fjalë për artin, duket sikur nuk pyet për asnjë gjë, largohesh nga shumë gjëra edhe vazhdon atë që do të bësh. Unë kam pasur gjithmonë mbështetjen e bashkëshortit tim edhe asnjëherë nuk më ka ndaluar për të thënë që jo. E pranon artin edhe e pranon atë që unë kam ta bëj ashtu si më vjen dhe ashtu si dua dhe nuk e kam pasur. Për sa i përket fëmijëve, unë vajza që është në klasën e dytë, unë e kam bërë që ajo të ketë edhe një shpirt artisti, duke mos i lënë një e kam futur që të mësoj piano,
që të ketë një bukuri të artit, një qasje në artin e bukur. Mirë, Denis, unë besoj se ky koncert i parë të la një shija mjaft të mirë dhe realizim i një niveli të lartë, ndërkohë që të ka frymëzuar për të vazhduar në rrugën e skenës. Edhe mund të uroj që të tilla emocione, të tilla evente artistike, natyrisht jo vetëm që të shtohen në qytetin tonë, muzika e mirë, profesionale, duhet të tërheqë gjithmonë vëmendje dhe gjithmonë admirues të saj, por edhe të frymëzojë artistët të cilët natyrisht japin shpirtin e tyre në skenë, apo jo? Vërtet. Kjo është një pjesë ndër më të bukurat që ti e këndon, jo më zë të impostuar, por me la, cila është? Ka shumë, nuk mund të heq edhe të vas njërën prej tyre se janë shumë të bukura. Pranvera filloj me ardh dhe bylbylin ismeknu. A shumë emocion të jesh në studion tuaj, Merita. Ja, pra që padashe të bëra pak të këndon, se gjitha është mëngjes, por gjithsesi solle shumë pranverë në një mëngjes Shkodër. Denis të uroj vetëm suksese në rrugtimin tënd. Dhe shoh që çiltërsia, sinqeriteti janë asetet tuaja për të kapur natyrisht dhe për të rrokur shumë bukur dhe për të transmetuar pa aq bukur artin tënd operistik. Faleminderit. Sukseset pafund. Faleminderit juve, ishte kënaqësi ti në mesin tuaj. Edhe për mua. Faleminderit. Faleminderit.